7 herë je pushuar nga puna për këto? Për 7 herë. Ku? Jo vetëm për ato, sigurisht për të gjitha satirat. Po jo, po këtu, ku? Te cila gazetë? Në për televizione, në për ndërmarrje të tjera, se unë kam punuar edhe në televizione dhe në gazeta, po kam qenë edhe punëtor në artistike, në ndërmarrje të tjera. Por këtu për këtë, të cila gazetë pushuan? Jo, për atë jo. Jo, sepse ajo u botua dhe për fat kisha kryetar Sabri Godon. Ka mbrojt? Sabri u mbronte. Kishe sulme aty? Kërkonin që hiqe nga puna këtë? Erdi Shpëtim Roqi, nuk e di ku bëhet tashti, erdi Shpëtim Roqi dhe bërtiste në kryetari i partisë Ballit. Ballit i thoshte Fatmir Mediut, nëse ju mbani Luan Lazën këtu, ne do prishim koalicionin me ju. Qa thua mo? Po, fjalë për fjalë në korridor. Qa thua mo? Gjoka, tha, do bëj poezi, thash, ky më frymëzoi mua, tha, Gjok Bezi. Gjok Bezi, i madhi Gjok Bezi. Shpëtim Luzati, ato miqtë e mi që ishin të partisë atje. Dhe ai sot e kësaj dite nuk më flet me gojë mua. Unë s'e kam parë më. Çfarë thua? Ne ke qenë mërzitur ti këto kohë. Po, shumë. I mbeti hatri.